Edi Martini e theu heshtjen e gjatë që mbajti për gazetarët dhe vendosi të dalë në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes që do çelë si parën e Superligës për sezonin e ri futbollistik 2026-2027. Vllaznia që ai drejton pret në shtëpi Skënderbeun e rikthyer në Superligë në ndeshjen e vlefshme për javën e parë të kampionatit që luhet të premten, duke nisur prej orës 21. Në prag të kësaj sfide, Edi Martini nuk i kurseu që në nisje deklaratat e forta, duke u përgjigjur edhe gjithçkaje çfarë ndolli në mbyllje të sezonit kaluar, ku vllaznia nuk e arriti titullin kampion. Dështim do të ishte nëse vllaznia do të kishte kanë 25 herë kampion, tash 25 vjet rresht, dhe do ta humbte simet. Po ne kemi 25 vjet që si jemi kampion, kështu që nuk më duket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim afër. Të këqijat ato tmetat tona, dobësit tona që kishim në ato momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse unë kam humbë kundër Dinamos në Kupën Republikës, kam shkuar 0-2, është hangër një penalti ose një gol që vetëm Jorgjin Gjoja e din që ishte në VAR, edhe neshin me Ignatin jam dënuar me një karton të kuq të pallon që do të ishim prapë finale. Dhe më thonë, përveç asaj që ne sishim formën e mirë, ishin dy gabime arbitrore që na ndalën edhe Kupën e Republikës dhe kampionatin. Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund të jetë edhe kjo pyetje që thonë ti, po jam i bindur që s'mundet me mamyll kërkush goje, nuk mund kërkush me më ofendu, nuk mund kërkush me bëu arroganti, as kundër mejet, as kundër ekipit tim, as kundër qytetit tim. Tek Kuqeblut është punuar për ta plotësuar ekipin në të gjitha repartet, por Edi Martini e pranon se ky kampionat do të jetë më i vështirë se ai sezonit kaluar. Jemi mundu me plotësu ekipin në gjitha repartet. E dina që do të jetë kampionat i vështirë, më i vështirë se i vjeçmi. Kështu që kena punu, nuk jemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse edhe faza përjetore ka kanë shumë e ngarkuar, kam të antrona, gjithsesi. Duhet jena të gatshëm për fillimin e qyshnes. Po është më e vështirë sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzu shumë, janë ekipe që edhe kanë si Ignati si Dinamo anën financiare me kalimin njëna në grup dhe tjetra, inshallah do ta kalojnë nesër sepse ja uroj, janë forcu edhe financiarisht, janë forcu edhe me lojtar, po ashtu edhe Teuta, po ashtu edhe Tirana, kështu që do jetë kampionat më i fortë. Ishin 3-4 lojtar ose 5 më mirë që doshin me ikë, nuk kishin mundësi me i mojt, kundër dëshirës tonë, kuptohet, kështu që ishim detyruar për me ilshu, kështu që jena mundu, kena ble lojtar, kena marrë lojtar mjaft mirë, që do të ndihmojnë shumë. Ne jemi mundu me bërë një ekip shumë të fortë, një ekip që do të kërkojmë prapë me bërë lojën tonë, ndoshta kemi më pak fantazi, por kemi më shumë muskuj. Kështu që normalisht ndryshimi, se pothuajse janë 7-8 lojtarë të formacionit që janë largu, nuk ka shkollaj të fusë 7 tjerë dhe t'i bash me lujt ashtu si që ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyrat të lujtunit këtu, me mënyrat të lujtunit si kanë lujt e ekipit e veta, kombinimi me njëni tjetërin, kështu që janë disa gjona që dojnë kohën e vetë, me gjithat e shpresoj që t'i bëjmë sa më shpejt gati t'jenë harmonit plot. Por cili do të jetë objektivi vllaznisë për sezonin e ri futbollistik përballë skuadrave që tashmë po luajnë në kompeticionet europiane, siç janë Dinamo dhe Ignatia, të cilat natyrshëm në këtë sezon konkurrencën e kanë edhe më të lartë. Objektivi vllaznisë. Ne do i bëjmë ndeshjet një kundër një çdo kundërshtarit. Mandej me kalimin e javëve do të jenë edhe më të qartë tek idetë tona, sepse thash janë shumë ekipe që kanë hyngar për me fitu titullin kampion, kanë cilësi më tepër se na faktikisht, megjithatë unë kam ndjem që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë mu stërvit, nuk kanë frikë mu ballafaqu me asnjërin, kështu që do ta shohim me kalimin e kohës. Po shumë shpejt me diskutu, 36 javë po fillu kampionati, nuk mund me thonë kur gjë të tillë.